Apo i nënshtrohet gjithçka klikimeve, Rodion? Sigurisht, Big Brother është një format 24/7 dhe por nuk pati prodhimtari që të shkoj tek një audiencë e madhe për ta prekur atë dhe për ta bërë pjesë qoftë me situata. E thash që Big Brother nuk është një arenë shkence dhe është një arenë ku njeriu është në atë përditshmërinë e tij, thjesht është i rrethuar nga kamera dhe i nxitur nga një presion psikologjik e një loje ku ti duhet të jesh le të themi në qendër të vëmendjes për të bërë zhvillime, debate, për të bërë ngacmime, për të bërë provokime dhe nuk është faj le të themi i shoqërisë që nuk reagon shoqëria tjetër për shkak të problemeve politike, por Big Brother nuk besoj që është një lloj shpëtimi apo edhe një lloj strehe ku njerëzit mund të gjejnë veten dhe që mund të gjejnë një lloj shpëtimi nga keqëqeverisja. Big Brother është një format që ne jemi ata që jemi edhe në përditshmërinë tonë. Ndoshta disa njerëz shikojnë veten për të arritur një lloj suksesi të lehtë dhe pastaj këtu kam ato kritikat e mia se si disa mund të inspirohen nga këto content creator që unë nuk kuptoj fare se çfarë lloj influence kanë, se çfarë shesin këto tek audienca, për sidoqoftë janë njerëz që kanë ndjekje dhe që kanë klikueshmëri, e sa i takon le të themi gjërave që janë bërë më virale, është padyshim ajo që thash unë, ikja e artistit mentor Hazirit. Besoj që artistët që kanë vite në skenë nuk është vendi i dur Big Brother, edhe pse shikoj si një lloj trampoline për të rikthyer në karrierë, më së shumti Big Brother ka treguar që është për të formuar figura të reja ose figura realisht si Luiz Elli që kanë qenë